Në zemër të Sarajevës, aty ku historia dhe përditshmëria përzihen natyrshëm, shihet çarshia e vjetër, që mbetet simbol i gjallë i këtij qyteti. Rrugicat me kaldrëm mbushen me tinguj të zejtarëve dhe aroma kafes tradicionale bosnjake. Në qendër të qarshis qëndron Shatërvani i famshëm prej Durrëje, që është bërë pikë takimi për turistët nga e gjithë bota. Thuhet se kush pi ujë këtu do të rikthehet sërish në Sarajevo, një legjendë që shumë vizitorë e përqafojnë me dëshirë. Në kafe tradicionale, vizitorët shijojnë kafenë e zier ngadalë në xezve, të ëmbëlsirat si baklavaja apo tufehien, ndërsa bisedat rrjedhin qetë. Ndërkohë, restorantet përreth ofrojnë specialitete si kebab të njohur bosnjak, që serviren me bukë të freskët dhe kajmak. Pasharshia nuk është vetëm një vend turistik, është një përjetim. Është vendi ku historia ndjehet në çdo hap, kultura takohet dhe Sarajeva tregon historinë e saj autentike.